Përshëndetje nxënës të dashur, sot do të marrim teksti jo letrar përshkrues. Jemi te kompetenca të dëgjuarit. 3 tekstet përshkruese janë marrë nga 3 vepra të ndryshme letrare dhe iletrare dhe përshkruan një mjedis, një qenie të gjallë, personazhin e vitës nga romani Lumi i vdekur i Jakov Cozës, si dhe veshjen popullore të zonës së shkrelit, siç përshkruhet nga Edi Durhan. Do të dëgjoni me kujdes leximin e 3 teksteve për të kuptuar sa më mirë materialin që do të lexohet. Teksti i parë është fragmenti poetik O Shqipëri, marrë nga Charles Haroldi George Byron. Do të veçoni nga dëgjesa vendin që përshkruhet, në kohë që do ta lexoj, tiparet e banorëve të saj, mjedisin natyror. Dhe më pas do përmbledhni me disa fjali ato çfarë dëgjuat nga fragmenti poetik O Shqipëri. O Shqipëri, Shqipëri, lejon të kthej sytë e mi, mbi ty, o nën e rrept burra shtegër, kryqi po zbret, po ngrihen minaret, e zbeta hënës ndrinë për lugina, mbi pyje me selvina gorë të çdo qyteti, agimi lind, me të po çohen mbrigjet e Shqipërisë së rrept, shkën i sulit, dhe larg të pindit çuka njegu veshur, të lara prenjsh të bardhë si dëbora, me ngjyra mashkullore e kuqërene, dhe ndërsa rret nisin të shpërndahen, spikasin të banat e majsorëve, këtu breth ujku, Shqipja s'jepi mre, zoq bisha njerëz tegër sën e duken, ku hit rrotull tundin motin që mbaron. Tani do të kalojmë tek teksti tjetër, Vita, do të veçoni nga dëgjesa moshën dhe të dhënat mbi familjen, pjesë të portretit fizik të përshkruar dhe më pas do të përmbledhni me disa fjali ato çka dëgjuat nga leximi. Vita. Vita ishte vajza më e madhe e shtëpisë së Shpiragajve. Si vajza më e rritur në mes atyre djemve në moshë, ajo ndjente një lloj drojtje turpi, për ato shenjat e femrës që me ditë po i piqeshin e me orë po i shqueshin. Andaj nisi një nga një t'ia fsheh botës. Në fillim, nën qepallet e gjata si hal gruri, mbuloi sytë levarash, pastaj zgjati fuzdania dy gisht, po a e dini? Vita sikur t'i kishte bërë të gjitha këto për të tërhequr më tepër sytë e botës, qërpikët e ulur për gjysmë mbi gropsat e syve, që lëshuan vimozat e faqeve një hije të lehtë, thelluan akoma më tepër gjallërinë e bepsave të saj të zjarrt, pothuaj ashtu si thellone nxinata grykën e pusit. Teksa Kurizi, përkulur pakës përpara e pajtuar aq mirë me sytë e ulur për gjysmë, i mësoi një të ecur të drojtur që mori me kohë hijen e nases. Marrë nga romani Lumi i vdekur, Jakov Coza. Tani do të përqendrohemi te përshkrimi i krahinës së cilës i përket veshja, ngjyrat, detajet zbukuruese. Do përshkruani këtë veshje mbështetur në pamjen e dhënë dhe në atë çfarë dëgjuat. Veshje popullore. Duke përshkruar veshjet e zonës së shkrelit, Edi Durhan vë në dukje se shumica e banorëve mbanin armë shumë të bukura, të veshura me argjend. Në brez kishin për zbukurim rrumbuj të mëdhenj prej argjendi. Shamit e kokës të bardhë si bora, që shkëlqenin në tillë, xhamadanët e kuqe të artë dhe jelekët, xhurdia e shkurtër e zezë dhe kajtanët e bukur të zinj të tirqeve, si dhe zinxhiri i madh i orës për argjendi, që lëshoshin të lire të zbukuruar me gur artificial, të cilët u pëlqejnë shumë malsorëve, i bënin figura satanike të bukura të dukeshin madhështore. Plotësoni skedën e tekstit përshkrues me informacionet zbuluar në krye të tekstit nga pjesët letrare në tekst. Çfarë përshkruan, cili është qëllimi, në cilin lloj tekstesh letrare ajo letrare gjejmë, cili është roli i tij në këto lloj tekstesh, cila klasë fjale mbizotëron, cilat shisa marrin pjesë. Atëherë, duke u përqendruar te këto pyetje, ju do të plotësoni skedat për secilën nga 3 llojet e teksteve që ne lexuam më sipër. Ju uroj studim të mbar dhe miru dëgjofshim.